Moti kryesisht i thatë që shëroi 2024 në Shqipëri ndikoi edhe në prodhimin e energjisë elektrike. Instata raportoi se gjatë vitit të shkuar, prodhimi neto i energjisë elektrike pësoi një rënje me 10.9%. Ky prodhim u realizua nga centralet publike në masën 52.1%, nga centralet private dhe koncesionare në masën 41.4% dhe nga të tjerë prodhues në masën 6.5%. Konkretisht, centralet publike prodhuan 4.085 gigawatt-orë nga 5.123 gigawatt-orë të prodhuar në vitin 2023, duke shënuar kështu një rënje të prodhimit me 20.3%. Hidrocentralet private prodhuan 3.245 gigawatt-orë nga 3.582 gigawatt-orë të prodhuar një vit më parë, duke shënuar një rënje me 9.4%. Por moti kryesisht i thatë ka ndikuar pozitivisht në prodhimin e energjisë nga dielli. Kështu Instat bën të ditur se energjia prodhuar nga dielli arriti vlerën e 507 gigawatt-orë nga 90 gigawatt-orë që prodhuar në vitin 2023, duke shënuar një rritje me 5.6 herë. Por ndërsa energjia e prodhimit të vitin e shkuar shënoi rënje, konsumi i saj pësoi rritje. Sipas Instat, përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët familjar gjatë 2024-s u rrit me 9.4%, ndërsa konsumatorët jo familjar u rrit me 1.4%.